Derisa qytetarët kanë pritur për gati një dekadë autostradën e re Kërçov-Ohër, e cila duhet të jetë gati deri në fund të vitit 2026, ekspertët besojnë se Maqedonia mbetet dukshëm prapa fqinjeve të saj më të afërt, Serbisë dhe Shqipërisë, për sa i përket infrastrukturës rrugore. Verica Dançevska, profesoresh në Fakultetin e Teknologjisë në Manastir, thotë se përfundimi i autostradës historikisht më të gjatë në ndërtim sipër Kërçov-Ohër është çështje politike dhe për këtë arsye duhet të përfundojë sa më shpejt e jetë e mundur. Deri më tani ka ndryshuar disa qeveri dhe asnjëra nuk ka arritur ta përfundojë atë. Mislim дека treba да се најдат напори конечно да се заnë. Mendoj se duhet të bëhet përpjekje që më në fund të përfundojë sepse është shumë e rëndësi. Është pjesë e korridorit 8 i cili duhet të kalojë nëpër Bullgari, Maqedoni dhe Shqipëri. Domethënë nga deti i Zi deri në Durrës. Duhet të përfundojë, gjë që do të jetë shumë e rëndësishme për vendin tonë dhe për ata që kalojnë tranzit nëpër vendin tonë. Të përfundoj më në fund sepse ka shumë aksidente trafiku me pasoja katastrofike. Duhet të gjejmë mjete, mënyra se si të përfundojmë korridorin në kohën më të mirë të mundshme. Drejtori i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore Kocet Rajanovski tha se brenda 6 muajve qeveria arritet të përfundojë dhe të lëshojë në funksion 2 rrugë, të cilat janë shumë të rëndësishme. Ndërkohë ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski premtoi se punimet do të përfundojnë deri në fund të vitit të ardhshëm. Deri në fund të vitit të ardhshëm do të përfundojmë plotësisht Ohër-Kërçov. A është e mundur kjo? Është e mundur që ta përfundojmë. Sipas njoftimeve, pjesa autostradës nga Ohri deri në fshatin Vërbian duhet të vihet në funksion deri më 12 korrik.